Temperaturat e larta sjellin probleme madhore për shëndetin e qytetarëve. Mjeku pediatër Eduard Mone thekson se nëse fëmijët do të ankohen për dhembje koke, duhet që menjëherë prindrit të shqetësohen, të vendosen në lëvizje dhe të paraqiten pranë qendrave shëndetësore. Mone thotë se duhet bërë kujdes për ndryshimin e temperaturës në ambientin ku fëmia qëndron, ndërsa temperatura nuk duhet të qëndrojë më ulët se 24-26 gradë Celsius. Nëse fëmia do të ankojë mbas një periudhe që ka qenë në plazh ose që ka lozur dhimbje koke, 1, të përzjera 2, të ketë të vjella 3, të ketë gjumësi 4, të ketë lodhje dhe dobësi të përgjithshme 5 dhe të zbehet ose të ketë gjendje të fikti, menjëherë duhet që të paraqitet për arsye sepse këto janë shenja të goditjes nga nxehtësia. Mendoj që do të ishte me vlerë të themi që për fëmijët që janë latant, pra 0-6 muaj kryesisht, ata i kanë një ushqim ekskluzivisht me qumësht, nuk kanë nevojë që të marrin ujë. Pra, mjafton qumshti i gjirit të nënës së tyre që si të thuash kompensoj edhe në këtë periudhë të vapës së madhe. Gjithashtu, ndryshimi i temperaturës është me vlerë, shpeshherë edhe mua ma bëjnë në pyetje në Instagram dhe më thonë që sa duhet jetë temperatura në ambiente në këto. Temperatura në ambientet ku fëmia duhet të qëndrojë duhet të jetë midis 25 dhe 26 gradë, nganjëherë 24 dhe 26 gradë. Por ajo që është shumë e rëndësishme është mos të ulim termostatin e ftosit në makinë ose në ambientin ku është dhe pasaj të dali fëmia në ambientin përjashta ku temperaturat janë 30 gradë dhe ky ndryshim, kjo diferencë shkakton menjëherë një rënqethje ose një rregullim të përgjithshëm tek fëmia. Prandaj ndryshimet gjithmonë të temperaturës është mirë që ta mbajmë termostatin në shtëpi, në ambientet ku qëndrojnë diku midis 24 dhe 26 gradë Celsius. Mjeku Mone jep edhe këshilla për veshjen e fëmijëve, si dhe mbajtjen e kapeleve dhe syzave të diellit. Mbrojtja në hije një tjetër këshill, ndërsa një mesazh mjeku Mone e ka edhe për nënat e reja, që të inkurajojnë fëmijët të konsumojnë sa më shumë ujë. Sot veshja verore duhet të jetë gjithmonë në spektrin e hapur. Pra të evitojmë ngjyrat e theksuara të cilat absorbojnë shumë nxehtësi dhe rreze të diellit UV. Gjithashtu duhet të kemi parasysh mbajtjen e kapeleve. Është e rëndësishme edhe mbajtja e syzave të diellit që kanë xhama të polarizuar për fëmijët dhe që nuk u goditet retina nga rrezet e diellit, që mbas nëse kjo ndodh, menjëherë neve shikojmë që fëmia i skuqet e bardha e syrit dhe bën atë që quhet konjunktiviti solar, që është i dëmshëm për të. Po ashtu është shumë e rëndësishme të kemi mbrojtjen në hije, me çadrat, me ambiente të cilat janë nën pemë ose të mbrojtura me tenda, të cilat u japin mundësi atyre që mos të kenë goditjen direkte nga dielli. Si këshill e universale po ashtu që mbetet është kjo: mos harroni asnjëherë për nënat e reja që të inkurajojnë fëmijët që të pinë ujë. Pra, kur themi ujë të thjesht, jo pije freskuese. Ato përmbajnë sheqer dhe bëjnë të kundërtën. Pra, thjesht ujë 1. E dyta që është shumë e rëndësishme është her pas here, nëse shikon që lëkura e fëmijës është e ngrohtë ose koka e fëmijës është e ngrohtë, gjithmonë duhet ta freskoj me pak ujë që t'i japi mundësi uljes së temperaturës. Mjeku pediatër Eduard Mone thekson se duhet kujdes maksimal, kryesisht për fëmijët e moshave 0-1 vjeç, por edhe për fëmijët e grup moshave të tjera. Jo çka neve rekomandojmë për gjithë periudhën e verës, e cila ka filluar tashmë në vlorë dhe mbaron në fund të shtatorit, është kujdes maksimal për moshat e vogla, sidomos për 0-1 vjeç, për latantët, por edhe për fëmijët e moshave të tjera, për arsye se goditja nga dielli është shumë e rëndë, është një urgjencë madhore, sot konsiderohet urgjencë madhore goditja nga temperaturat e latra, që shkaktojnë shpeshherë të fikët, alarmimin e prindit dhe gjithashtu një punë urgjence për sa i përket pediatrisë. Në këto ditë me temperaturat e larta, kujdes më shumë duhet bërë për fëmijët, pasi ata janë edhe më të ekspozuar ndaj rritjes së temperaturave, për shkak edhe të imunitetit të tyre.